Mirë mbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, për disa ditë nuk kam qenë në Tetov, kam qenë në një seminar gazetarie në Shtip dhe tema ka qenë përdorimi i inteligjencës artificiale në gazetari. Organizoi Fondacioni Konrad Adenauer dhe Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë. Mbi të gjitha, patëm një punë intensive ku mundshim të vërejmë kush dhe çka shkruan dhe a e përdor inteligjencën artificiale. Kishim do allate pune, kështu u thonë ata, ku unë, si Mesut Shabani, kam përdorur për t'i vërejtër se kush nga shqiptarët në Maqedoni, qofshin nga skena politike, qofshin nga shkrimtarët, qofshin nga gazetarët dhe qofshin nga ata të cilët mbahen nëmër 1 analista e kështu me radhë. Dhe do mbetin të dëshpër. Të gjithë për një. Bile dhe 2 partitë politike në pushtet, edhe BDI-ja edhe Vleni nga bloku shqiptar përdorin. Kjo ishte sa për informat. Pra, bëni subscribe. Sot është 1 mars vitit 2026, vit që po e shkelim. Është diell. Dhe kot e kot, për mendimin tim, sërish Artan Grupi, tash pasi është në Maqedoni, filluan sepse është dore zgjatur. Në Maqedoni, 15 vite të jesh në pushtet dhe të jesh njeriu me ndikim tek shqiptarët më së shumti, sepse e pati fatin, ashtu ja dha besimin Ali Ahmeti që ai të jetë edhe në kabinetin e tij si shef kabineti, edhe pastaj edhe në pushtetin ekzekutiv. Dhe e dini, çfarë nuk pam. Mirë po, këtyre ditëve ka filluar një agresivitet gazetaresk për arsyetimin atij, duke filluar nga ajo se pas ka ikur nga Zorti, e shumë shka. Bile, kulmin ja vu Ilir Kulla, një analist nga shteti shqiptar, cili tha se gjuna, për pak gjuna, e vërtet njerëz, për pak gjuna. Çfarë të bëjmë, Ilir Kulla më ato mbi 3000 sa shqiptarët që jenë në përburgje, kush do del zot atyre? Në Idrizov, në Shut e kështu me radhë, gjithandej. Pra, nuk mund të bëhet justifikim korupcioni për të harruar gabimet politike. Pra, zhvendose debati rreth Artan Grupit nga korupcioni tek vendimmarrja strategjike. Edhe Kodi sonte vetëm që nuk e qanë, vallai për pak edhe unë e mora disa letra për të fshi lotët të lagta se për pak sa nuk qava edhe unë. Gjuna, vërtet e gjuna. Nuk ka gjuna. Dhe përgjigjet njësoj si gjithë të tjerët. Pas ka ikur se pas ka pasur kërcënime nga kush? Nga të burgosurit. Interesant. Pra, ja tash është Artan Grupi në Maqedoni. Çdo gjë tjetër nuk përkon me realitetin, nëse edhe Kodi edhe gjithë të tjerët ta thonë emrin dhe emrin e të vërtetit, sepse ai është në burg në Shkup. Dhe ta tregojnë emrin atij i cili ka dashur që kërkoj likuidimin e Artan Grupit. Ja, majkata. Сам без полициско обезбедување во држава каде нема бодигард. Враќајќи се на назад во времето, побаравме од МВР точно да каже кога Групи пријавувал дека е небезбеден и кога му е доделено полициско обезбедување. Според сознание на код, првите пријави на Групи дека се чувствува загрозено се од ноември 2024. Во однос на вашите прашања поврзани со постапувањето на МВР во случајот со конкретното лице, ви известуваме дека Министерството по службена должност до надлежното јавно обвинителство достави оперативни сознанија претходно документирани од страна на полициски службеници, кои укажувале на прибирање информации од страна на неколку криминални групи за неговата локација, движење, членови на семејството и други околности со намера за негова ликвидација. Групи пријавува до МВР дека има закани по живот. Не кажува кој му се заканува. Лицата остануваат непознати. Но тој веќе има полициско обезбедување, бидејќи му е доделено по завршетокот на вице-премиерската функција на 13 јуни 2024. Нема одговор дали кога Групи пријавил дека има закани е зголемен периметерот на обезбедувањето. Она што е познато е дека Групи, кога на 15 декември излегол од дома, тоа го направил сам, односно со сопственик на една голема фирма од Албанија, која има своји подружници во Косово и Македонија.
Со него замина и преку граница, а иако имал живото загрозувачки закани, не е информирал полицијата која го обезбедуваше дека ќе оди на гости на Косово. Во исто време, и Агенцијата за национална безбедност добива информација од партнерска тајна служба дека е можна закана од лица од нашиот северен сосед за ликвидирањето на групи. Код дознава дека странската служба тврдела дека има сознание за ангажман на платени убици и за цена. Но код дојде и до други податоци, врубок предмета на закани, но не од соседството, туку на домашни. Заканувачот е една од групите на Скопското подземје, но лицето, кога се заканува, е веќе подолго време во затвор, осуден за обид за убиство. Попra. Vetëm edhe pak edhe do fillojmë që thomi Arktan grupit, duhet me I dhënë këtë. Ai duhet përgjigjet, edhe politikisht, por edhe për kriminalitetin e korrupsionit për cilin e akuzon HPR VMRO-DPMN-ja. HPR. Por, vërtet është kjo rënqes se çfarë po ndodh me Arktan grupin. Sigur Maqedonia dhe populli shqiptar në Maqedoni nuk ka gajle të tjera. Me këtë nuk e kthen ratingun e BDI-s. Ali Ahmeti nuk kthehet me këtë ratingu sepse për të njohur punën dhe veprimin e Arktan grupit duhet të jetosh në Maqedoni këto 15 vjetet e fundit, kur ai ka filluar si shef kabineti e deri tash në pushtetin ekzekutiv. Çfarë s'ka bë? Pyetni çfarë s'ka bë, se atë çfarë ka bë krejt e di. Ku ka prekur? Të të thënë nuk bëjnë barë ma. Tash problemi juaj. Por, ka njerëz të cilët tu edhe kanë vuajtur për shkak të Arktan grupit. Kanë vuajtur edhe familjarisht, por kanë vuajtur edhe për bukë, sepse nëse çdo I treti në Maqedoni është në prag të ekzistencës dini se ai është shqiptar. Ndërsa Arktan grupi është përkujdesur që edhe fëmijët e familjarëve të liderit politik të rehatohen. Afera Soravi është në kohën e tij. Se s'ka ditur Arktan grupi para se të ndodhë ajo? Ja, majka ta. Okej, kaq për këtë dhe vetëm e kisha edhe një vërejtje. E vëreni se si Arktan grupi hyn dhe del në thojza në Kosovë. Gjatë gjithë se kohës ka pasur shkrime të shumta se Arktan grupi gjendet në Shqipëri. Mirë po, për shkak se në qeveri është Vleni, cila është e afërt me Albin Kurtin, zhvendoset në marrëveshje me VMRO-DPMN këtu. Mire kishte lesë dhe maja sot. Vetëm që nuk shkoj ta pret edhe Mickovski Arktan grupin në kufi. Se Arktan grupi hyj nga kufiri I Kosovës. Sepse qeveria tashme ka një lidhje me qeverinë e Kosovës. Trika dhe vuajtje. Në ndërkohë, nuk do hyjmë në atë se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës e sulmuan Iranin. Për mendimin tim, unë jam pro. Mirë ja bën. Mirë po, nuk është vetëm Irani. Ja se çfarë thot, dhe pak më I gjatë, unë ndërkohë do ndërhyj dikun, ja se çfarë thot Filip që thot me të drejtë për qeverinë aktuale të Maqedonisë. Pra edhe në Maqedoni kemi pushtet autoritar njësoj si në Иран. Добро, гледайте, Соединените американски држави се наш стратешки партнер. И тие, откако ги исцрпија сите дипломатски механизми на преговори, настапија кон таков еден напад планиран и сметам дека таквиот напад и се што се прави е во истиот контекст како што се направи интервенцијата во Венецуела, а тоа е за доброто на иранскиот народ и како што беше за доброто на народот во Венецуела. Секако дека последниот период од тоа што пратаме, од тоа што анализираме, се очекува да има и деескалација на работите. Меѓутоа, добро е да се каже дека Соединените американски држави, као наш стратешки партнер, треба да знаат дека овде, во нашава земја, има власт со многу слични карактеристики на тие авторитарни режими со кои тие се справуваат. Зошто? Имаме власт и премиер кој што ја бутка земјата во изолација, при тоа знаејќи дека е во стратешки интереси на Соединетите американски држави интеграцијата во Европа и на нашава земја и на целиот регион. Понатаму, оваа власт има отворени контакти со Путин преку контактите на вице-премиерот со нокните волци. Внимавајте, вториот човек
Po pra, e dëgjoj, do vazhdojmë prapë me Filipshin, i cili merr guximin që thotë se nën kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë ka kontakte me njerëzit e Putinit. Me të drejtë e ka, sepse vërtet është takuar me ato që i përmend ujqirit. на владата. Не ги крие контактите со ноќни трговци, луѓе блиски на рускиот претседател Путин. Понатаму, што да се каже за влијанието во правосудството? Целосна и тотална партизација. Премиерот именува, назначува и елиминира обвинители на телевизија. Владиниот портпарол соопштува судски одлуки на телевизија, кои што не се претходно никаде објавени. Очигледно е влијанието и партизирањето на судството. Што да се каже за праќањето на бегалецот Артем Груби? Такви политички договори во кои што судството и обвинителството се послушници никому не носат добро. Уште премиерот фареше да го пречека Артем Груби на граница. Ова власт кумува на трансферот на 5 тони дрога преку граница. Okej, kjo është vetëm një temë tjetër, dhe pse nuk është temë për të harruar, vërtet ka të drejtë. Unë nuk jam në LSDM, sepse domethënë si gazetari kam parë nga LSDM-ja, kuptohet edhe nga VMRDP-ja me Radivisare dhe BD-ja, mos harrojmë. Vleni vetëm i ka dhënë kapak disa punëve të mia. Okej, nuk është për të kanë okej, por ka një ajet kuranor që thotë: Foli të vërtetën, paletjet edhe në dëmin tënd. Unë dohem që ta flas të vërtetën dhe kam pasë vërtet është kjo në dëmin tim. Okej, nuk është okej dhe por unë vazhdoj më tej. Gjithandej Maqedonia ka të lashe, por të lashe të ndahet tek do i fillojnë Maqedonisë. Unë duhet të ndaj mendimin me ju, mund pajtoni, mund mos pajtoni, është problemi juaj. Pse ende Mickovski dhe Ali Ahmeti nuk kanë dalur publikisht së bashku që t'japin për krah Shteteve Bashkuara të Amerikës për sulmet ndaj Iranit, por Mutsunski në nxjerr ministrin punëve të jashtme, lideri i VMRO-DPM-s, pra këtu flasim për ndikime politike, jo për ndikime partijake, në përballje me kërcënime destabilizuese që Irani ka mundësi t'i bëjë edhe në Ballkan. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Ishte edhe presidenti i shtetit shqiptar Bayram Begaj në Tetov. Tetov e priti ashtu siç duhet. Dhe më tepër se sa që duhet. A bëri gabim që i shkoi Ali Ahmeti në Seli e bëri? Sepse presidenti shqiptar, pa marrë parasysh rrethanat miqësore, është person zyrtar, do të vizitoj zyrat zyrtare, jo Selin e BD-s. Okej, është problemi i tij, por Tetova e priti më mirë se s'ka ku të shkoj. Të ndalim edhe pak. BD-ja thot të gjithë në mbështetje të studentëve të juridikut. Shumë mirë ka. Po çfarë bën 8 ministrat e juridikut të drejtësisë të BD-s në qeveri? Ishte me që një ditë desha diçka t'ju tregoj, një ministër nga vitet 2004 dhe në vitin 2017 më ka thënë: kjo është shumë e çuditshme. Ish ministër, shumë e çuditshme. Dhe ditë para se të ndodhen ndryshimet në qeveri, atëherë na thuaj: nëse keni diçka për të lëshuar ndonjë ligj ose ngutuni lëshoni, ndërsa deri atëherë 2 vjeta sa isha tha ministër, vetëm më thirrnin, ka diçka kish për tenderat. Askush nuk u merrte me çështjen. Tha sa të shkoj për ata në Burg, punova pak tha për vete. Okej. Pra, BD thot të mbështesin studentët. Studentët ishin edhe te Bilal Kasami, ka nuk ishin. Dhe çfarë u bë? Kur gjë s'u bë. Pra, ndikimet politike, si të shtetit shqiptar, si të partive politike që janë në qeveri, mund të bëjnë në qeveri, Mickovski, dhe e ndalë, pa ai bëhet përdor këtyre ditëve edhe znamin, duke thënë znami se do zgjoglojnë numrin e deputetëve nga 120 në 90 dhe do bëjmë një njësi zgjedhore dhe pragu i asaj të jetë 2 deri në 3 deputet, pragu i minimumit. Që pastaj është eliminimi shqiptarët më kur nuk do mund, unë jam për një njësi zgjedhore, jo për 19 nga 120 në 90. Se shumë afër aty, ndonjë se do i marrë krejt VMRO-ja, 61 dhe e kalon
një 7-8 digjet e shqiptarët, një 2-3 të bloku Islami dhe kaloj të gjitha ndryshimet edhe kushtetuese. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Pra vazhdojmë më tej. Vlon Maqedonia. Me budallëk. Në Maqedoni, të përmbaruesit që u thonë qisto Shqipi zvërshitella, 2 milionë e gjysë lëndë aktive. 2 milionë e gjysë lëndë aktive, miqtë e mi. Dini çfarë është kjo? Dhe ishte për 30 denar njëri që se ka paguajtur një shumë, i ka ardhur 500 euro. Po të vjen, hiç mos ditë, u vjen. Pa paguajni ato që keni për ta paguar dhe ose nëse se paguani, to ja bllokojnë, si komunat, si çdo gjë tjetër. Në Tetov, tek priten ndryshime të mëdha se përket ndërtimeve. Jo do të dhe me koka, po do thoni nuk është e mundur. Diçka që kam parë unë se si pritet të realizohet, kjo është vërtet rënqese. Po sëshisht ajo pjesa që ka të bëj të qendra sportive ande. Okej. Nuk është okej, por unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Pra, ishte me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Bëni një subscribe.